Kurse ekskluzivisht për televizionin Besa, me këtë rast janë deklaruar edhe 2 nga të mbijetuarit e kësaj masakre, Mehmet Krasniqi dhe Bajram Zylfiu, si nga ata të cilët janë tubuar të gjithë burrat e fshatit e pastaj fillimisht janë ekzekutuar me armë zjarri dhe janë djegur trupat e tyre të gjallë, të tjerët janë pohuar. Para 27 vite, kur na nxorën prej shtëpisë së dipatushët, na nxorën në rrugë. Na ulën, na bënë të rana marshi. Na ulën me dur mas kryes. Edhe gratë i ndajtën me fëmijë, i ndajtën aty i tharë për me shku për Shqipni, ose më mytë në dri. E neve na ndonë aty na bënë të rreshtë dhe na thanë për që mi ndherë prej gjepit me koleta, me shak ishim gjepa, se nëse ju gjojmë dikuna në për gjepa që kini s'ka ju diçka, tha atëherë ju vrasim vend. Edhe ashtu mas një kohë, shkurt, ne tha në qojnë koma dhe ne drejtun drejtë këtu të vendi i masakrës. Kurse në përnë këtu, kjo një shtëpi o konë 2 dhoma, një koridor, edhe në ashtirin mrena gjithë, në ndalë. Mas pak kohë, kur erdhi njoj, nuk kom një emër për këtyne një sërb, gjujti Rafal. Kur mas aqe Rafali, që i mytën së nishin njerëz, do nishin do gjurmat njerëzve që bërtishin që ishin me plagë do ta si Shefqet Shehu qunë kom, tha më qilla Nikoliqit i tha më qilla tipe bon këto, edhe Shefqet Shehu ta e vrati më qilla Nikoliqit. Neve na bonën top atje në atë shtëpinë e dipatushës zomane, na bonën rresht për 3. Grave jo tha, ja shkonin në Shqipni, ja shkonin mytin ndrin domon. Kurse neve i përcullëm gratë domon në fëmijën, në atë poshtë duhet për mrapa domon edhe ku erdhëm që tu të dyrë të klina Rasim Batushës domon, i thanë djalit të Rasimit, kuna o ky keri domon Mercedesi, thotë të jemi, thotë, ku janë qilësët? Tha që në gjep i kom. Atëra tha, pse e ki marrë në gjep domon, pse si ki lënë kërë? Edhe aty domon, tha gjujnë tokë, qelës të domon kërët, a i lëshojtin tokë domon, edhe kështu që në prunën këtë shpijen, kështu domon, 2 dhoma një koridor, aty në bonën dhoma në shpëndajten, shumica njerëzve ka qenë në koridor, kurse në për dhoma u konë ma pak adin. E ka arë njoni me pseudonimin Gjoko domon, edhe aj me mitrjes të malë domon, e janisi me granatu doni Masanena domon. E në konë sëpë vendor aty, edhe kemi njoftë sërbë vendor, këtë kemi shënjune 156 sërbë vendori kemi në atë shënjume, i kom shpërndarë në për Kosovë, unë domon, edhe kështu që Tasiqe ka qenë organizatori kësaj krejtë? Me Tasiqe, me Gjorgjeviqa, me Kretjen konë. Kretjen konë të organizumë domon. E atëre në granatuar, aty në pushkatuar, kush me gjallë, na kemi dalë gjallë, do në ma mrama, ja 18 dhe 20 vetë kemi i këtoni masana gjallë, që mi kanë i mi dalë këtu në domon para shpijes. Ata i shkën konë që sërbet të anë para militarët që tu në rrugë kryesore, ku ne kanë para për zyti domon, o qekaj ndalë domon, edhe na kemi marrë me hikë domon, disa në për malë atje drejtë në prue, disa në për shpija, kemi dalë në rrugë për këshën e malë dhe nena, edhe kështu që jemi shpërndo kretë. Mas mrami, kër u këthijëm prej Shqipnije domon, u njoftuam që vetëm 6 vetë dëshmitarë kemi met këtu ndonë bjetur të masakrës. 113 kanë vdekë? 113 kanë met aty. 12 që se janë në mina? 113 vetë martirë janë qëtunë. Ndërto, me prodhime vendore.